Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë në këtë momente për situatën politike në vend. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte një nga politikanët më të zëshëm, më të shquar të politikës son, zotin Dashamir Shehi. Përshëndetje, zoti Shehi, gjithmonë kënaqësi t'ju kem në Breaking. Përshëndetje. Bashkë me ne në bisedë do të jetë edhe kolegu Poli Hoxha. Përshëndetje, Poli. Përshëndetje. Mirë se vjen. Do doja ta nisja bisedën me zotin Shehi. Tashmë është zyrtare, është vendosur, zoti Veliaj vijon punën si kryebashkiak i Tiranës. Ju e prisnit këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Me thënë drejtën jo. Për qenë një sinqert jo, sepse tani kjo krijoj edhe ju këthym nga e para kësaj historie. Tash këtu ka dy element. Një që gjykata kushtetuese me tërmendëse pa bërë, pa varur, e ka marrë një vendim në interpretim të asaj hapësirës vetë kushtetuese, që këtu janë shkel rregullat. E me sa duket janë shkel rregullat për shkarkimin, Kjo është e para. E dyta, vetëm pasaj qofse edhe kjo është ka një prapavi politike, mund të jetë pjesë, ku e diun se çfarë diskutimesh midis qeverisë, gjykatës, nuk do doja të besoja këtë dytën. Kam shpresë dhe jam, si me thënë, me dëshirë të madhe që gjykata me gjithmonë të jetë e pavarur. Edhe ta ketë marrë këtë vendim në brenda asajtë që janë drejtat e veta kushtetuese. Edhe ka bërë mirë, sepse në fundit, nëse janë shkel këtij zotërisë drejtat kushtetuese, për mënyrën se si e shkarkuar, është mirë që të krijohet një precedent pozitiv që ligjet, vendimet edhe dekretet presidenciale të bëhen brenda kushtetues që ka Shqipëria. Kjo është aspekti i parë. Por kjo nuk do konfunduar me idenë hetimi i zotit Velia, ana penale e kësaj çështje, raporti me prokurorinë, me spakun të gjithë këto janë një histori në vete pasaj, s'kan të bëjnë me mënyrën se si Po, janë dy çështje të ndryshme, ne po flasim për ankimimin. Dhe kam idenë, se kam idenë që në popull do krijohet ideja që ky zotëria që i pafajshëm e tash gjykata i dha drejt, gjykata i ka dhënë drejt që mënyrën se si është shkarkuar, ka qenë jo kushtetuese, jo e ligjshme, dhe ta thash, në këtë mes do isha shumë dakordë, sepse njerë po zbatojnë ligjet, e dyta po të regojmë që gjykata e ka një autonomi të saj. Edhe kjo është një gjë e rëndësishme për shtetin shqiptar. Pastaj pjesa tjetër duhet vazhdojnë hetimet, procedimet. Kjo është një rrëmuj që në fundit e ka bërë po kjo qeveri vetë. Me gjitha establishmentin e enturazhin e vetë politik që unë gutë presidenti shpalli zgjedhjet në një mënyrë, dhe me thëmë, pa u konsultu nga ana kushtetuese, me këshillin bashkiak, e gjithë kjo strategje me përdorur nga Rama qeveria e tij, si me thënë, ra poshtë dhe i bërë një dëm, një rrëmuj të madhe kësaj pune. Ta thash, nuk du të besoj atë skemën tjetër që është pothuajse fanta politik, që këto zotëri duan të shkëpusin Bashkinë e Tiranës nga konteksti i zgjedhjeve tjera, sepse ato bashkitë e tjera pak a shumë i kanë të sigurta e krijojnë një presion politik kur të vi dita për zgjedhjet e Tiranës. Ndoshta në Tiranë s'kishin entuziazmin e mjaftueshëm. Të gjitha këto edhe këto mund të jenë, por nuk kam qejf besoj nga këto skema të fanta politike, po e lejmë. Po janë të gjitha skema që janë hedhur edhe në media. Po, nuk të thash, nuk kam qeve. Unë du të besoj që gjykata kushtetuese ka vepruar në mënyrë si janë rregullat ligjet e këtij shteti, ka tregu dhe një pjesë të autonomisë, ka rivendos dhe disa drejta që i takojnë jo Veliajt, po çdo qytetari që të procedohet në mënyrë ligjore. Deri këtu jemi, pastaj do shikojmë se ç'do ndodhi. Zoti Shehi, përpara se të kaloj te kolegu Hoxha, ky vendim i kushtetueses që mbështet ankimimin e zotit Veliaj dhe e lejon këtë të fundit të vijoj detyrën e tij si kryebashkiak i Tiranës pavarësisht se është në kushtet e izolimit. A e cënon integritetin e institucionit të presidencës?
A duhet ketë një reflektim, më pas një reagim nga ana e presidencës? Apo kështu e ka parë të arsyeshme dhe kështu ka vepruar? Kjo punë, sigurisht, i presidentit i bie një pjesë e kësajt përgjithësisë, edhe si që thash të që e kam thënë biles edhe kur e bëri dekretin e këtu e 2 muaj më parë, që është ngutur, se mund kishe prit 2 javë për dalë një vendimi gjykatës kushtetuese për ta interpretu situatën e kryetarit bashkisë. Unë gut i futit gjithë atje bashkë, praktikisht nën presionin e të tjerëve, në naivitetin e vetë politika, nën këshillimin e gabuar të atyre për qark, gjithsesi marrë një vendim gabuar. Një vendim gabuar që dëmtoi integritetin e institucionit presidentit, presidenti kishte një shans mirë. Me tregu pavarësinë e vetë si institucion, me tregu që është mbi palët, me tregu që nuk është nën presion politik vazhdimisht. Edhe nuk e bëri këtë gjest. Mjafton që ta kishe shtyr 2 javë këtë punë dhe sot nuk do ishim në këtë rrëmuj kushtetuese, ligjore, politike në radhë parë. Edhe të thash, do kishe ngrit edhe kuotat e veta të institucionit vetë. Do doja të pyesja po. Në një farë mënyrë duhet mbaj përgjegjësitë e veta, unë nuk jam prej atyre që them që të shkarkojmë presidentin, si që thonë disa kolegë të opozitës, se s'ka një vlerë kjo punë, por që kjo çështje duhet i shërbejë shtetit shqiptar si një precedent që nuk operohet kështu në fushën politike, nuk shfrytëzohet çdo hapësirë për t'ia dhënë atij që e ka pushtetin. Duhet dalim, si thush, institucionet të tregojnë që janë pavarura, që janë mbi palët, që ti shërbejnë sa do pak vendit. Gjykata kushtetuese për mua ka bërë një gest mirë, ka një radhë parë ka rivendos disa kuotat vetat në një farë mënyrë që thotë jemi edhe ne këtu, edhe jemi të pavarur. Pastaj gjykata këtë e ka bërë për oportunizëm politik, e ka bërë se me gjithmonë, unë duhet besoj, me gjithmonë i shkojnë deri cepem cep gërmës kushtetuese. A e ka bërë se edhe gjykata mund të rikatoj disa nga institucionet tjera dhe t'ja kujtoj herë mbas here që shikon se jemi edhe ne këtu, mos na quni. Sigur si jemi hiç. Një mesazh le themi. Do t'i shikojmë në të ardhmen, por e rëndësishme është i kanë bërë një gest favor të vetes vetë një radhë parë, edhe të rivendosim ca rregulla minimale politike. Jo politike, por kushtetuese, se këtu s'është çështja thjesht politike. Pastaj do ta shikojmë nga sot në vazhdim si do reagojnë institucionet. E tjera, kryeministri për çfarë reagojnë brëm? Me një Twitter atje, i cili më thënë drejtë nuk kishe asnjë lloj logjike, përveç se logjikës që donte t'i konfirmonte që unë jam jashtë kësaj pune, se si kontrolloj unë gjëra. E para dhe e dyta, ka ajo pika e tretë, i rikujton të atyre zotrive të gjykatës që mirë që i bët këtë punë, pa mos na bën edhe një zullum më të madh. Na i leni bashkinë pa kryetar deri në 2027. Kur fakt kjo nuk është çështje më e gjykatës kushtetuese, se nuk është se i caktojnë ato. Patjetër. Gjykata kushtetuese mori në shqyrtim këtë ankimim. Po do doja të dëgjoja pak, po. Po ta shikosh atje, në rrjeshta i kujton gjykatës që ju mund bëni edhe një vendim tjetër, kur të ankimohet zotëria dhe të na leni pa kryetar deri në 2. Kjo është një lloj rikate, një lloj presioni, e bërë nga një institucion që presupozohet i pavarur nga. Dhe dëgjojmë pa kolegun Hoxha. Ky është gjykimi im sot për sot. E nisim te nga këtu ku e mbylli zoti Sheh. Edi Rama konfirmoi dje me atë Twitterin, konfirmoi atë që unë, po dhe ndonjë koleg tjetër, duket dhe bashkë këtu e kemi thënë që unë që nga mënyra se si u bë propozimi, domethënë i këshillit votimi në këshillin bashkiak dhe shpejtësia me cilën pastaj madje që në kohën e asamblesë, që kur e shpalli të aksion në një forum politik, kur ishte një çështje pushtetit lokal dhe drejtësisë, çështja e drejtimit me Erion Velin të vazhdonte apo jo e bashkisë Edi Rama, pastaj edhe nxitimi i presidentit dhe Twitteri dje i vuri vulën të një loje për të shkelur në mënyrë gati të hapur, se të thuash ti s'ka jurist, vetë qeveria
me atë vendim që mori duke filluar nga Këshilli Bashkiak, qeveria, pasoj ishte dekreti, duke shkelur, domethënë gati trash për çdo jurist që jam konsultuar unë, para se të merre vendimin gjykatës, e kanë bërë tha në mënyrë të tillë që gjykata kushtetuese, domethënë ta ketë të lehtë ta arrëzoj, domethënë në kuptimin, pavarësisht se votimi doli ashtu, por argumenti, vendimi ishte shumë i drejtë, gati bien gjithë dakord. Por më gjithës kësaj vuri, gjithë kësaj loje, gjithë kësaj qoke politike, mendoj unë, se nuk shkon dot më përtej, që Edi Rama i bëri Erion Velis, ishte tujtër i dieshëm. Tujtër i dieshëm njerë thoshte që a e pat, thoshte, e kthente në këtë. A e pat juve, thoshte, që nuk i kontrolloj unë, gjitha nuk e kontrolloj. Pa nuk ishte fjori ai Edi Ram, a nuk është ky Edi Ram i njëjti, kryeministri i njëjti, që për një tent lokali në Tiranë sulmon me emër gjyqtarë. Dhe nga ana tjetër kemi një kryeministër që vendimi i Këshillit të Ministrave, firma e atij vet, i del antikushtetuese dhe nuk mërzitet aq shumë. Por përkundrazi thot që dëgjoj, thot e bët që e bët, thot vazhdojeni, thot, e ke parasysh, lirojeni. Kjo ishte ideja, do të thënë unë e solla deri këtu dhe i thot Erionit, po ju kërkoj dhe që të lirojeni, thot. Dhe s'ka çfarë të bëjmë shumë. E gjitha, e ke parasysh, e gjitha kjo është brenda lojës që bëjnë gjithë këta politikanët që kanë punë me drejtësinë. Gjithë duan ta kalojnë në ulli të politizimit, në ulli të asaj, domethënë që ne dhe të gjithë shmangin faktin siç e kishte shmangur Këshilli Bashkiak, siç e ka shmangur dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për të aprovuar votimin e Këshillit Bashkiak, që ky zotëria është në paraburgim për shkelje të rëndë të ligjit, siç ja kërkonte gjykata që pse s'ma shkruajtët, për shkelje të rënda të ligjit se akuzohet për 9 herë korrupsion pasiv, 2 herë për shpërdorim detyre, 1 herë për fshehje provas, intimidim të prokurorëve. Dhe harrojnë të thonë, bëjnë sikur harrojnë, që janë të paktën 5 vendime të gjithë niveleve të gjykatave që i konfirmojnë këto akuza paraprake, se s'ka vajtur në gjykim. Domethënë, hera e fundit ka qenë në fillim të tetorit, për herë të dytë në gjykatë lart që ka kërkuar lirimin. Se që ja kërkoka gjoja Edi Rama, që e di shumë mirë, e di dhe budallën që nuk liron, nuk ndërhyn gjykata kushtetuese për këto, dil nga burgu futën burg. Dhe është i vulosur nga gjykata e posaçme, gjykata e apelit posaçme, gjykata e lartë, që masa ndaj këtij zotërisë për të ndajtur kështu. Dhe duhet të kujtoj dhe një precedent, që është motamot ish Lushjes. Jo Lushjes, mirë Lushjes, se Lushjen për një kanal. Për një kanal akuzoj, për një tender kanali një... Po nuk e ankimoj aso kohë. Po kemi pikërisht do të thoja rast tjetër, të Zhukrit. Okej. Zhukri që u kap në një hotel nga mediat atëherë, ky pasi u mor, në momentin që u mor ditën e hënë, që u mor në procedim penal nga prokuroria, Edi Rama, me vendim të Këshillit Ministrave, pa mbledhur Këshilli fare atje, e shkarkoi dhe po i vuri motivacion. Jo se po ka munguar 3 muaj në bashki, për shkelje të rëndë të detyrës. Dhe Zhukri e çoi në gjykatë kushtetuese Fiori, që nuk krahasohen fare me për çfarë akuzohet Erion Velia. E çoi në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e quajti të drejtë vendimin e Edi Ramës. Pse? Se i kishte futur një motivacion, sepse gjykata kushtetuese nuk ka ndonjë nen që të merret me shkarkimin apo ngarkimin e kryebashkiakut. Por gjykon sipas nenit 115 frymën e 62-shit. Tani, dhe Këshilli Bashkiak, duke përfshirë brenda dhe opozitën, se këtu e turshme është dhe silla e opozitës, që bashkoi votat, por nuk mbajti një fjalim aty të thoshte, o zotëri, ne këtë nuk po e shkarkojmë, se si jemi budallën që ta shkarkojmë se mungon 3 muaj në detyrë, se ne dim shumë mirë, që ai s'del dot nga qelia e burgut, nuk është në dorën e tij. Por ne këtë po e shkarkuam, do ta shkarkojmë dhe të merrni të lexoni vendimet e gjykatave. Jo të spakut, jo akuzën. Me që kam qef këtë prezumimin e pafajësisë. Të gjykatave për masën para burgim,
që e lënë në paraburgim zotin Velia për 1, 2, 3, 4, 5 arsye. Gjykata e posaçme, gjykata e apelit, gjykata e lartë. Dhe nuk thon dot për gjykatën e lartë, që është kundra Edi Ramës, themi të drejtën.